Një këngëtar që nuk merr pjesë shpesh në intervista, është kjo Albi Xhepa, zëri këndshëm nga Gjakova, që njihet si artist që i qëndroi besnik performancave live. Atë ngacmuam direkt me pyetjen konkrete, pse tani më po mungojnë festivalet? Pyetja e mirë, shumë e vërtet, nuk e di pse na mungojnë festivalet, unë besoj që për dallim prej Shqipërisë nuk kemi traditë të festivaleve, kanë fillu me tentu me organizu, po paka shumë unë mendoj që Shqipëria është më përpara se ata kanë ndjek gjithkohën Italinë, edhe ata janë edhe jetojnë me një stili italian, se italianët kanë festivale, kanë spektakle konkurruese, te na mungon ajo pjesë. Nuk e di pse nuk bëhet, po është shumë e vërtet që është edhe vështirë me na vlerësu si artista nëse gjithmonë duhet me na pa vetëm në përmbrëmje ose në për dasma. Edhe është shumë e vështirë me ardhë me të nguton kohën. Ka njerëz që nuk i preferojnë lokalet e natës. Ai për këtë temë shton se ka në plan për pak më të largët organizimin e një koncerti, por kush dhe cila gjë e penalizoi. Ama veç kur e mendon sa e vështirë është, edhe me i mbledh njerëz të diqysh stepën. Edhe për që ata kom stagnu deri tash s'kom organizu koncert hala. Plus duhet me pas e kom hala, po duhet me pas krijimtari. Ka gja shumë për me bo një koncert. A mendon që s'kit mjaftueshëm? Jo, s'kam mjaftueshëm. Unë jam llogaris veten hala në fillimet e karrierës, edhe pse më kanë bo diku 12-13 vjet që jam aktiv. Për ata që nuk e kanë ditur, më 2011, ai dhe Semi Jaupa i morën pjesë në festivalin e këngës në radio-televizionin shqiptar. Këtimi dhe muzika natyrisht do t'jenë live. E çka mendon Albi për të njëjtin festival që ka nisur edhe në Kosovë? Flamurin e saj dhe kaltërsinë e saj. Këtu veç marrin pjesë, nuk jemi të pranuar hala Kosova në Eurovision, edhe është në farë mënyrë me çu këngën dëm. Atje nëse ndryshe është nëse konkuron për çmimin e vërtet, këtu e merr një kupë 100 euro sa kushton e kupë që në shtëpi dhe do t'mja vojt galen edhe asaj kupë m'ja fshit lunin mas në. Ai më tutje u shpreh se dhe ky profesion kërkon që çdo herë të jesh në hap me kohën. E dim që industria e muzikës është jashtëzakonisht konkurruese. Këngëtarët përballen me sfida të shumta si përzgjedhja dhe përshtatja, marketingu si mjet ndihmës që mundëson promovimin e muzikës që secili individ bën. Nëse i marrim parasysh të gjitha, sa krenar është Albi me krejt atë që ka pas mundësi të servojë në treg. Lutem fillim me nu duna me qenë krenar, se jo çdo kush e del në për çfarë sfida kam kaluar për me ardhur këtu që prej Prishtinë, Tiranë, tani Prishtinë edhe një herë, me shku në Gjakovë, ka gja sfidu se i kom bo vetëm krejt. Për kraje veç morale kom pas, financiare kur, gjitha e kom arrit vetë. Edhe nëse e menoj, që se pas nga mënu ka kohë që se kam mënu, I must be proud, se e lam adi me folë anglisht e jo. Nëse flasim për dasmat si evente, ato kanë përgjithësi të madhe, dhe një këngëtar si Xhepa është me fat nëse një dasmore zgjedh në datën e tij më të rëndësishme. Për në Zoom Albi ka ndarë disa momente të sikletshme që I ka ndodhur gjatë zhvillimit të një dasme. Për shembull më ka ndodhur, më ka ardhur halla e dhëndrit. Më thonë që ku ka ardhur puna halla e dhëndrit më ardhur më përzi. Edhe më tha, shtini në vallë krejt. Edhe une herën e pare dëgjova, e thira me kësy në valët gjitha dhe u bo një faljonshi, s'dike kërkosh me kësy njejt, edhe po më vjen pauzë të tavolina, tha, mos rrëtha, shti në valë kur qosh me kësy, I tha shti, hera e fundit që më përzive mu këtu të lutna, kur mu nuk këmë të ngu ka dale mëre, hiq thash kur, thash se lëmsh na bone. Shembull më ka ndodhur një rast në Gjakovë që po më kujtohet në një dasëm, komplet dasma ka qenë të këcy njejt, na është këthy njoni, o ma ka dalë se nga mëtët, I kom thonë mikrofon, pse vlla je për guta, që co, shka, mund është mos me këcy, edhe të natën nuk në u ka sill, ka skena mo, ka najt me një qoshe, ka këcy si I ka ardhur natë.
Albi ka qenë në menaxhimin e nisve të ahut, për tani funksionon si i pavarur. Ai përndzon shprehje se kur dikush të ndihmon në pjesën e organizimit të shtëpi kryesore rrugtimit të gjatë në karrierë, përparimi i parë i tij është të kesh besim në vete dhe vendosi ta ndjek këtë pikë synim. Kam pas menaxher, shumë sene nuk i kam bo vetë. Ama e kam kuptu me kohë edhe shumë vende ku knoj tash jam full fal menaxherit që jam shumë mirënjohës. Mirë po e kom vërejt me kalimin e kohës që kur e menaxhej vetë ndryshe e menaxhej. Se ndryshe është me shku në bazë të fjalëve të dikuj. Prapë prej fillimit vetë duhet me u prezentu, vetë me u marrë me të natë çështjet edhe e kom pa që muj me dalë edhe vetë. Edhe besoj që është shumë më profitabile, jam shumë më i sigur punën që e bëj se unë e di çka i ofroj, edhe di çka i thëm para se më shku. Edhe i rri fjalëve të mia se menaxherin që e kom pas është ajo është shumë shmek, po nuk ka hiperbolizu shumë për me nëqu dikon. E di, e kuptoj që ka qenë qëllimi me mri atë. Po kur kam shku, në ashtë atë që kom dalë që ashtë që kanë prit prej me, kanë prit Superman, një kom dalë pak më i vogël. Të kalojmë tani tek privatësia. Albi është i martuar dhe babaj një djale. A do të dëshiron ta ai që në të ardhmen i biri ta ketë profesionin e të atit? Jo. Sot e kom pas muhabet në ndrek, se ajo është hala i vogël, po shpeshe e nxojmë tu mënu me kënuaj, s'do me thonë që po kënan, po i thash s'kisha pas qef, është që ajo njëna prej arsyeve është kjo udhëtimi i vonë. Sot në muhabet i kom thonë, tash i kuptoj prindë të mi që kam qenë i ri, më thëshin s'po flejem derisa po vjen në shtëpi. Tash që po jetoj vetëm, tash s'kam qef me pas djalin, me muzikë me u marrë jo, se s'kam qef një bajt gajlin. Zakonisht natën nuk jam i lirë shumicën e kohës. Edhe ditën mundona me u kushtu familjes shumë, mundona me u kushtu edhe vetës. Për shembull, në mëngjes e çaj gruan punë, djalin kopsht, shkojnë fitness. Mundona me gjetë kohë edhe për veten edhe për familjen, për prind. Mirë po, dy natë muzikë, për shembull, më hub topi me njëherë. Se më bjen me najtë vonë, më prishet gjumi, aty këtu ne gotë raki me shok. Për ndryshe, brenda këtyre 2 javëve, Albin do të kemi mundësi ta shohim e dëgjojmë me 2 këngë të reja. Njëra do të jetë solo, e tjetra duet. Deri atëherë shumë suksese për të.